duhet të garantoj shqiptarët se gjithnjë e më shumë mbështetja për opozitën shqiptare bëhet më e madhe dhe denoncimi, dënimi dhe masa ndërshkuese për qeverinë vinë në rritje. Natyrisht, sytë, mendjet e miqve tanë, partnerëve tanë në Europë dhe në botë janë të drejtuar tek qytetarë shqiptarë, tek opozita shqiptare, qëndresa e tyre ndaj këtij regjimi, përpjekja e tyre për largimin e tij. Kështu që 22 marsi këtu nga Brukseli shfrytëzoi rastin nga ky moment historik, siç ishte kremtimi i 50 vjetorit të EPP-s dhe samiti i liderëve kryesor, kancelari Merz, Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian dhe lider tjerë të pranishëm, pra shfrytëzoi këtë rast për të bërë thirrje shqiptare 22 marsi në kryengritën tonë paqësore të ngrem zërin fuqishëm, të ushtojnë Shqipëri dhe në Europë dhe në botë zëri i protestës, zëri i kryengritjeve paqësore shqiptare.